rrugët, për shembull aparati i tretës, goja, rrugët e frymarrjes, duke qenë se avulli i rakis, alkoolit ngrihet lart, kupton, ajo avullon dhe kështu që e mban sigurisht lart, por larg virusin, por dhe e vret atë. Por njëkohësisht është më mirë që ne ta përdorim në doza të moderuara, jo në doza shumë të larta, dhe në rastet kur ka dhe bllokime, ne kemi parasysh gjyshet tona e merrshin rakin, e zishin pak me piper të zi, dhe normal e vendoshe ke dora dhe e thishe pak e hundë 2-3 herë, normal që ajo ishte në një moment, në fraksion në sekond, kaloje një ndjesi që të shponte trurin alkooli, pra rakia dhe piperi zi, por ama çliroheshe direkt dhe në këtë moment nëse kishe sekrecione ato i nxirje të gjitha. Sigurisht hudhra është shumë e mirë, pra për të gjithë themi që mundet të marrin 3 deri në 5 thelpinj hudhra, mundet të coptojnë ato, të marrin 4-5 cm ginger, mundet të marrin 2 shkopinj kanelle, të marrin dhe 1 lug karafili, dhe këto të gjitha së bashku mundet të ziejnë, dhe pasi këto i ziejnë 3-4 minuta, i kullojnë dhe mund ta pinë si çaj. Mund të ëmbëlsohet vetëm me një mjaltë të mirë, jo me sheqer. Pra duhet të kuptojmë që sheqeri është vajse skreps, i thonë gjermanët kanë 80 vjet që e thonë një gjë të tillë, pra kancer i bardh. Të kemi kujdes nga ëmbëlsirat se ato